treguhet, hadith vërtet ka orë se kanë shku fukaret te pejgamberi alayhis salam mu anku. Edhe për veti sa do që kum lexu e kum dëgju ndo këtë ankesa me që dëshme që kje. Shkojnë fukaret mu anku, po a thu pse po ankuhen? Se jo kanë shku të pasurit, kanë bo deve më të mira, kerët e asoj kuhe. Se kanë bo shtëpia më të mira, se u knaqen, po bojnë lëks, po kanë që me hongër më mirë, as një për tynin. Po thojnë, o i dërgumi Zotit, ne kanë shku të pasurit me shpërblime, me sevape. Pse? Po thët, na po folëm, edhe ata po folën. Qysh po folëm na? Na po agjerujna, edhe ata po agjerujnë, qysh po agjerujna na? Mirë po, ata po japin sadak, po japin pore, po japin zekot, e na s'po kena me të. S'po mundë me nëzonë me sevape. Qëtu që e më pa pore, edhe na dhe ata. Kur po të poret, ata po na shkujnë se po japin, na s'po kemë qka. Pejgamberi alayhis salam vëdhet, apo dani me tregu diçka që nëse e bëni, i nxani. Edhe s'mundet me nxon juve ata që vinë mrapa josh, përveç se kush bën sikur jo. Për nëse se i dërgumi Zotit. Thët, pas çdo namazi thëni 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Kto që ato vina të spiçi i bojnë namaz. Ata shkojnë edhe ja nisin gëzohen që ja u xheti zgjidhen pejgamberi alayhis salam. Mas një kohë vinë ankohen prap. O i dërgumi Zotit, prap ata po na shkojnë. Pse? Se ja kanë nis la me boci, to ja kanë nis edhe ata. Na me qito deshtë me ja u shku, e mi nxone me ja u shku, po tash edhe ata po i bojnë. Që i bjen, edhe të pasurit, edhe të varfënit, ku e të pejgamberit alayhis salam, ku e kanë pas garen, kush po bën sevape ma shumë, kush po bën të mira ma shumë, jo kush po bën pasuri ma shumë. Ani, pasuria e senes, jem të thonë, s'të të feja mës me bo pasuri. Se vetë fakti që jena të thonë me dhonë, të s'munesh me dhonë pa pos. Vetë fakti që feja thët me dhonë zekatin, kush mundet me dhonë zekatin pa pos pore. Jo mëre, pasuria për neve është. Mirë po, jo më konë gora që ato. Kush po bëhet ma milioner, kush po grumbullon ma shumë, diçka që ka me lonë mropa, e ka me shku. Por kush po bën vepra ma të mira, ose po ke bo pore shumë, anë edhe shfrytëzoj për senet mira, jo vetëm për knatësit e kësoj bote.